Vepra satirike te Porta e Parrizit e poetit kombëtar Gjergj Fishta u ngjit në skenë për Ardarsi Lexhan në një interpretim plot humor dhe ironi në Regjinë Alket Bushit. Në skenë u shfaqen aktorët Kol Kunore, Leandro Malçi, Donald Lleshi dhe Sidrit Mergjyli, të cilët sollen në mjeshtri figurat simbolike të njerëzve që trokasin në portën e parajsës dhe që shohin realitetin shoqëror të kohës së Fishtës. Me gjuhën e pasur të këngënishtes, autori denoncon hipokrizinë, korrupsionin dhe mungesën e moralit, duke e kthyer veprën në një pasqyrë të fortë të shoqërisë shqiptare të fillim shekullit 20, mesazh që mbetet aktual edhe sot. E kam bërë me gjithë shpirt djallin, sepse duke po ishte jo roli kryesor, por kishte më shumë dialog, më shumë batuta, edhe me gjithë qef e kam bërë, edhe jam krenor. Dhe nuk e di, besoj do të jetë ndonjë eksperiencë ime e re për të vazhduar si aktor. Është një dram shumë e bukur, shpresoj që edhe të tjerë ta bëjnë, sepse është një vepër e tmollit Fishta, por mua më ka pëlqyer. Është një derë do thoja me aktru një pjesë, është një shkrimtar jashtë madh dhe me aktru pjesën e Shën Pjetrit. Që besoj është një eksperiencë shumë e bukur, që nuk ka se të vjen shumë herë në jetë edhe. Ishte presioni i madh që kisha që do të interpretosh heroin tonë kombëtar, së dyti vargjet e shkruara nga një poet i madh ose ndryshe babai i letërsisë shqiptare, ishte një presion shumë i madh. Por me shumë qetësi dhe punë dur bashkë me profesor Alketin, arritëm që t'ja dalim dhe besoj të bëjmë një punë të suksesshme. I ftoj gjithë ato që nuk e kanë lexuar satirën e Fishtës, t'i bashkohen sa më shpejt dhe ta lexojnë, sepse është një ndër veprat më të bukur që një njeri dhe një shqiptar me ndjenja mund ta lexojë. Shfaqja u realizua në kuadër të muajit të letërsisë që Bashkia Lezhë ja ka dedikuar Gjergj Fishtës, duke rikthyer poetin në qendër të vëmendjes kulturore të qytetit.